Faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij panajiri që përshënojmë bashkë edicionin e dytë të hapjes së panajirit të gruas. Oda ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Gizën kanë organizuar këtë panajir për t'ju dhënë mundësi edhe komunitetit të grave që të tregojnë produktet e tyre, se pas çdo produkti mshifet në inovacion, mshifet në punë e madhe që është bërë për ta krijuar atë produkt. Dhe ne si Oda ekonomike e Kosovës e vlerësojmë rolin e gruas në zhvillimin ekonomik të vendit. E kemi kuptuar që pa i dhënë hapësirë dhe pa ndihmu gratë në biznes, në prodhim, në shërbime, në tregti, nuk do të mund të kemi zhvillim të plot. Zhvillim të plot dhe rritje do të kemi vetëm kur të ndihmojmë gratë që të avancohen në zhvillimin ekonomik të vendit duke rrit bizneset e tyre. Për këtë arsye shëzërosin ta falenderoj edhe ministrën Kusari Lila, e cila 24 orë në 7 ditë të javës është e gatshme për të ndihmuar gjitha gratë dhe gjitha bizneset në Republikën e Kosovës. Kështu që së bashku sot kemi arritur të organizojmë këtë panajir dhe t'ju japim mundësinë çdo vizitorit, çdo vlerësi që të vijë të shoh produktet, po edhe t'i blejë dhe t'i ndihmojë gratë që zhvillohen me tutje, ku edhe institucionet e Republikës Kosovës do të jenë pjesë e këtij zhvillimi. Ju falenderoj shumë. Të dashura, të respektuara gra punëtore, ndërmarrëse që jeni këtu sot në këtë ditë të nxehtë të fundit të korrikut, që me përkushtim e dedikim keni dalë për të treguar punën e cila ka një vlerë të madhe për faktin se e tregon inovacionin, e tregon përkushtimin, e tregon punën e dorës, ajo që sot vlerësohet ende më shumë çdo kund në botë. Si ministre tash në detyrë e qeverisë së Republikës së Kosovës, gjatë gjithë kohës të angazhimit tim në këtë post e gjithashtu edhe më herët në qeverinë e Republikës, gratë ndërmarrëse kanë një rol të veçantë në politikë bërjen tonë. Prej se kemi lancu skemat e granteve, gjithmonë është përparësi e dhënë edhe në vlerësim për gratë ndërmarrëse. Tashmë në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, në kuadër të Agjencisë së Re për Ndërmarrësi dhe Inovacion, do të jetë edhe divizioni i veçantë për gratë ndërmarrëse. Divizion që synon ndërlidhjen e politikë bërjes me ekzekutimin dhe asistencën teknike të drejt për drejt për gratë ndërmarrëse në Republikën e Kosovës, si dhe për promovimin e shpirtit të ndërmarrësisë edhe tek vajzat e reja që duan të jenë pjesë e ndërmarrësisë. Më lejoni të tregoj për disa prej aktiviteteve që tashmë vetëm se janë ndërmarrë nga ministria, por gjithashtu edhe të tjera që janë të planifikuara për gratë ndërmarrëse. Ne sapo kemi përmbyllur një konferencë tepër të suksesshme në muajin qershor për gratë në ndërmarrësi, She Rises apo Ajo ngritet, në të cilin ishin pjesëmarrëse 300 gra ndërmarrëse. Përmes asaj konference kemi trajtuar jo vetëm mundësitë, por edhe sfidat që sot gratë ballafaqohen për të bërë biznes, e gjithashtu edhe kemi prezantuar mekanizmat ekzistues dhe ata që po planifikojmë për të ndihmuar gratë ndërmarrëse. Prej fondit për garanci kreditore tek dritarja për gratë në ndërmarrësi, tek skema e granteve në veçanti për gratë ndërmarrëse, që është mbyllur dhe tani është në proces të vlerësimit të Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e Inovacionit, e gjithashtu edhe tek vazhdimësia e mbështetjes tash në Vjeshtë me konferencën rajonale për gratë ndërmarrëse, në të cilën përveç grave nga Republika e Kosovës në ndërmarrësi janë edhe gratë nga vendet e rajonit. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të krijohen vende e pozicionit të veçanta për promovimin e produkteve për grave ndërmarrëse. Planifikojmë që me ligjin apo projekt ligjin për tregtinë e brendshme që të vendosim dispozita të veçanta në mbështetje të prodhimit vendor, por gjithashtu edhe në promovim e mbështetje të grave ndërmarrëse. Sot është një ditë e nxehtë, unë mund të vazhdoj me fjalim, por e di se nuk jemi këtu për fjalimet, këtu janë vetëm sa për të filluar atë për çfarë kemi ardhur, për t'ju dhënë fokusin, vëmendjen e mbështetjen grave që janë duke ekspozuar këtu. Ju faleminderit shumë dhe natyrisht që mirëpresim ende më shumë biznese e mirëpresim gjithashtu edhe qytetarët e Republikës të kenë vëmendjen e veçantë tek bizneset e grave. Ju faleminderit. This is my 9th day in Kosovo and I'm really pleased to be here and to be part of this opening of the Women's Fair for Entrepreneurship.
Let me begin by congratulating the Chamber of Commerce for organizing this important event and for its continued commitment to promoting women's active entrepreneurship and economic participation. I would also like to thank all partners who organized this event and who played a leading role, having contributed to making this very event take place today. Germany is proud to support this initiative through GIZ because we firmly believe that empowering women economically is not only a question of equality, it is also a smart investment in Kosovo. When women have equal opportunities to develop businesses, access employment, and strengthen their professional skills, everyone benefits. Business becomes more competitive, communities become more resilient, and economies become stronger. Today's fair is much about an exhibition of products and services. It is a place where ideas meet opportunities, where entrepreneurs can build new partnerships, where women seeking employment can discover new career paths, and where inspiration can turn into action. Every business represented here tells a story of determination, creativity, resilience, and hard work. These stories deserve to be seen, supported, and celebrated. At the same time, today's event reminds us that there is still more to do. Women continue to face barriers in accessing employment, finance, markets, and business networks. Addressing these challenges requires strong cooperation between public institutions, the private sector, business associations, and development partners. This is exactly why partnership matters. The cooperation with the Kosovo Chamber of Commerce, public institutions, and the German government demonstrates what can be done, what can be achieved when we work together towards a common objective, creating better economic opportunities for all citizens. Germany remains a committed partner of Kosovo in promoting sustainable economic development, supporting private sector growth, strengthening vocational education and skills development, and creating better employment opportunities, particularly for women and for young people. Nimm die Tasche. Es ist scharf, man sagt mir, dass es scharf ist.
Faleminderit. Na sot kena prezentuar ushqime, ka pite me kungi, me spanaq, me djath, ka fli, ka të spishte, ka ajvar, ka pinqër, shërop shtugu, drandafile, sallat domatesh, qeli monës, qëtu janë për momentin. Sa janë të kërkuar ushqime tradicionale tash? Ushqimet janë gjithmonë të kërkume, gjithmonë. Ka kërkesa për ushqime tradicionale. Kena pas në mbështetje, për Bashkimit Evropian, për grove në biznes u konë, kena pas për ambasadës Gjermane që u konë, qëtu. Unë e vojtë zaftëria e kësha preferu, pa morë parasysh, çfarë dufsh, ideja me pas javlen me morë me biznes. Se javlen se cëlla me pas një drejtim, s'ka lidhje çfarë drejtimi. Kena prezentu fundore, artisanale, qështu, rruza, punoj, qerapa, gjithë shka, dhe ka pak fundore, qështu. Sa janë të kërkuar këto fundore? Mirë, nuk o keq, mirë. A keni pas mbështetje për dikujt apo? Jo, veç vetë për bëj kretë qëtu, mirë është, nuk o keq.